Elshan, që ka qenë qendër stërvitore. Më përpara ka qenë qendër stërvitore e ushtrisë shqiptare, por më pas e kishte marrë ushtria shqiptare e Kosovës. Plaku ka qenë atje komandant dhe mbante ai dhe kërkoheshin edhe Xheladin Gashi. Ai e drejtonte atje, Dhe normalisht ka qenë Xheladin Gashi, kanë qenë edhe oficer tjerë nga Shqipëria. Dhe kërkoheshin edhe oficer për trajnim për kështu dhe unë së bashku me edhe 3 shokë të mi që kishin mbaruar se puna ime me Shkollën e Bashkuar, pra Shkollën e Bashkuar të Oficerëve në Tiranë, u angazhuam fillim me trajnimin e trupave të këtyre që krimin e këtyre njësiteve të parë, nuk ishin njësitë të para, pa njësitë të rregullta, bataljone të rregullta, pra njësitë të rregullta, bataljone të rregullta që krijoheshin në Republikën e Shqipërisë, stërviteshin këtu, u pajiseshin me armatim këtu, me armatimin atë kohë, armatimi Bliej, pra nuk ishim ardhur akoma në periudhën e 99-s, të marsit, pas marsit 99-s, ku armatimin më pas na jepte ushtria shqiptare. Deri në fund të marsit 99, armatimin e bleni me fondet Velindja Thërret. Velindja Thërret. Pra ky ka qenë angazhimi, më pas aty si komandant bataljoni, më pas to bataljonet ty në luftë në Pashtrik, kur filloi Pashtriku, dhe më pas kam kaluar nga komandant bataljoni aty në varësi të shtabit përgjithshëm, duke unë marrë si koordinator midis shtabit përgjithshëm dhe shtabit amerikan, se shtabit Ke qenë koordinator apo? Se ki në një nga intervistat tuaja, nëse s'gaboj pa dasht me hyrë në tema të vështira me nerë, ku e përmend një vrasjen e banale të një ushtarit nga, nëse s'gaboj, një komandant që quhej Rushdi Saramati. Po, Rushdi Saramati, vrasja ka ndodhur me datë 1 maj të vitit 1999 në Burrel, në qendrën servitore të ushtrisë shqiptare në Burrel, ku po serviteshin edhe forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Vrasja ka qenë, është vrarë një ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës me origjinë nga Landovica e Prizrenit, se e mbaj më mirë, dhe plagosur 2 tjerë. Vrasja ka ardhur për arsye banale, pra jo për asgjë tjetër, është një vrasje e cila realisht na kushtoi shumë për arsye se në atë moment diku rreth 250 individ të tjerë, pra që kishin ardhur vullnetarë, që kishin ardhur nga jashtë, nuk pranuan më të qëndrojnë dhe u larguan, sepse normalisht është normale të vjen. Ai u vra thjesht për arsye se normalisht ishin djem të ri, kishin ardhur nga jashtë, pra djem të ri, 19 vjeçar, 18 vjeçar. Ata nuk dinin që ishte disiplina, që ishte rregulli, pra këto gjëra dhe edhe festonin pak edhe zonin pak edhe ashtu. Jo, nuk ka lidhje me shfatërë, thjesht të kishin dalë jashtë, ishin larguar pra për një qytet për të parë, sepse normalisht ishte një periudhë që njerëzit kishin ngjuar për Shqipërinë, po se kishin parë. Momenti se e ke kallzuar interesant një moment kur kanë ardhur prind me kërkuat ushtarit? Po, kur kanë ardhur prindrit, ne kemi qenë në Burrel në atë kohë, jam ngarkuar në shtabin përgjithshëm, shefi i shtabit në atë kohë ka qenë Bislim Zyrabi, dhe Bislim Zyrabi më ka ngarkuar që të merresha me këtë ngjarje. Kemi arrestuar Rushdi Saramatën, e kemi kaluar policisë ushtarake të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pastaj se çfarë ka bërë më mbrapa nuk e kam ndjekur, nuk e di. Mbrapa. Dhe kanë ardhur prindrit për të takuar. Ai ka qenë çasti më i vështirë sepse djali ndodhej në morg dhe neve nuk dinim se si t'i thonin prindërve që i biri i tyre ishte vrarë, por nuk ishte vrarë në luftë, po ishte vrarë në një kazermë që menaxhohej nga ushtria shqiptare e Kosovës, ku bëhej trajnimi dhe që nuk ishte vrarë nga dora e armikut, po ishte vrarë nga dora e shqiptarit. Është një ngjarje e cila a di ka mbajtur burg Rushdia? Jo, Rushdia nuk ka mbajtur asnjë ditë burg. Rushdia ka kaluar këtë burgun për Rushdinë e ka mbajtur ai që shërbente si bodyguard i Rushdisë. Aktualisht personi është i akuzuar, ndodhet në gjykatën e Hagës, pra është zoti Shala. Dhe zoti Shala e ka Haxhi Shala? Jo, Haxhi Shala. Personi me emër Shala që është edhe dënuar tashmë, që u arrestuan në Belgjik. Pjetër Shala. Pjetër Shala ka qenë bodyguardi Rushdi Saramatës në atë kohë. Vrasjen e ka kryer Rushdiu, po vrasjen e mori përsipër Pjetër Shala dhe Pjetër Shala është dënuar mbas luftës në Kosovë për këtë vrasje, nuk e di sa ka 3 vjet, 4 vjet diçka e tillë. Po ka mbajtur. Pra ka pas kësi ngjarje drejtan në ushtrisë shqiptare të Kosovës që ka pas vrasje edhe banale? Kjo ka qenë rasti banal që unë e di, pra kjo vrasje banale. A dhe vrasje tjera që kanë ndodhur? Jo, nuk kem pas. Po për vrasje se shpeshherë përmendet në emisionin tim është përmend vrasja me të Krasniqit, domethënë ne kem pas një ushtar të Forkut që ka thonë në emisionin tim se i kem dëgjuar domethënë 2 shqiptarë që duke fol shqip, njëri si i Shqipërisë, tjetri si i Kosovës, duke thonë a është ky, po ky është. Atëherë vrasja është bërë ai personi i cili në vrasja e Ahmet Krasniqit ka ndodhur në Tiranë. Te vendi quhet Shtëpia e Partisë, është një rrugicë atje ku është themeluar Shtëpia e Partisë, Partisë Komuniste në vitin 1941. Ahmet Krasniqi
si ministri i mbrojtjes të qeverisë Bukoshin atë kohë kishte një vilë 3 katëshe dhe aty ishte qendra ishte bërë ministria, pra aty edhe rrinte. Po është e vërtet që personat që kanë vrarë kanë qenë shqiptar nga Shqipëria dhe personi që i është dukur me një theks si nga Kosova është nga Tropoja. Pra është me mbiemër Kërnaja, ai personi ka vdekur. Fadil Kërnaja? Jo Fadil Kërnaja, i harrova mirë, po mbiemrin është Kërnaja. Ai ka bërë ekzekutimin dhe nga që ai nuk e njihte ka pyetur personin tjetër dhe ka pyetur kush është ai apo personi i s'është ky. Kosovës, a dihet? Nuk ka pasur person nga Kosova, pra personi ka qenë shqiptar. I Shqipërisë. I Shqipërisë, edhe të dy personat kanë qenë shqiptar, e ata kanë përfituar në këtë vrasje.